Mirë se vini në podcastin Nga Zero, cila mendon që ka qenë nga zero jotja. Po, ka një zero e vërtet, ashtu. Duke pasur parasysh sidomos të sfidat e fillimit në karrierën profesionale. Po si fëmijë e shoh atë zonën e babit, ma shumë. Po ki fillu me mendu që, tash është momenti që me vendosë sportin a një profesion tjetër, ajo moment në kam për mu shgënjem kërë kom përpru që pej sportit, pej volejbollit nuk mund është me profitu. Pej fillimit dhe më pas që nuk du me dalë jashtë. Du me nejtë qëtë, me kontribu në qëtë Kosovë, qëtë jam rritë. Dhe cila kështë me qenë rruga për një sukses në fushën e programimit. Për nxënësit e shkollës shtatmarrësi, ti ndoj 2 bursa. Po për ata fëmijë që kanë me marrë të bursa, ndoshta në tarmën kam ju shërby që mu po profesionistat të kësaj fushës. 2 nxënësit që do të marrin rezultatin më të mirë, do të avijojnë një bursë një vjeçare në shkollën digjitale.